Në nënshkrim me më pas duar trokitje. Pas tij, lider të rreth 10 shteteve që kanë marrë ftesë për të bërë pjesë e bordit të paqes të Donald Trumpit, mes tyre janë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban, presidenti i Pakistanit, përfaqësues të Arabisë Saudite dhe shtete të tjera. Maqedonia nuk është në listën e rreth 50 shteteve që kanë marrë ftesë për të qenë pjesë e këtij aliance të re, për të cilën disa analistë botëror thonë se është një paralele dhe fillimi i fundit të Kombeve të Bashkuara, siç i njohim sot. Por si duhet të veprojë Maqedonia, përkatësisht udhëheqja shtetërore në këtë situatë? Ние сме земја членка на НАТО, во тој одбор за мир доминантно се земјите членки на Блискиот Исток и во Азија, а ние припаѓаме географски на Европа, нашите аспирации се за полноправно членство во Европската унија и треба да бидеме усогласени со надворешната политика на Европската унија. Предпоставка е кога би добиле покана дали треба да учествуваме, тоа е предмет на анализа, можеме да кажеме наши мислења. Јас мислам дека никогаш не е на одмет да бидете на маса со најголемите и да учествувате во иницијативи за мир, но не напуштајќи ги традиционалните безбедносни, економски и политички архитектонски организации кои ние имаме аспирации да навлеземе. Тука morаме да бидеме мудри. Duke pasur parasysh se disa shtete evropiane kanë refuzuar ftesën, shtrohet pyetja nëse Maqedonia duhet ta ndjekë një politikë të tillë apo nëse merr ftesë ta pranojë menjëherë dhe të bëhet antare. Тоа има време, не е страшно или некој зошто не викнале или некој па прави малку реклама политичка зошто ги викнале па се сликале во Давос, ништо тоа не значи. Треба се видат правилата и секако ако е она заложбата таа што е воспоставување на мир, решавање на конфликти, стабилизирање на одредени, секако е дека е тоа позитивно и треба да имате некое место од такви политики. Sipas tyre, rendi global ndodhet në fazë transformimi dhe po ndryshojnë ekuilibrat politik, ekonomik dhe të sigurisë në nivel botror. Për këtë arsye, Maqedonia duhet t'i ndjekë me kujdes të gjitha zhvillimet në skenën globale. Ndryshe, në fazën fillestare pritet që rreth 30 shtete të jenë pjesë e bordit, nga afërsisht 50 shtete që kanë marrë ftesë. Ftesa kanë marrë edhe liderët e Izraelit, Turqisë, Emirateve të Bashkuara Arabe, Egjiptit, Bahreinit, Kanadas, Argjentinës, Paraguajt, Azerbejxhanit dhe shtete të tjera. Trumpi gjithashtu i ka ftuar Kinën dhe Rusinë. Disa media ndërkombëtare kanë raportuar se Trumpi dëshiron që shtetet të paguajnë nga $1 miliard për të qenë antare të përhershme. Sipas CNN-it, ata që nuk do ta paguajnë këtë shumë do të kenë mandat 3 vjeçar.